në këto raste do duhet të përdorim si bazë krahasimore atë çfarë ka ndodhur në të shkuarën ose çfarë standardi kanë ndjekur SPAK në të shkuarën. A është e logjikshme që pas ngritjes së kësaj akuze, sado e vogël apo e madhe qoftë ajo, apo sado e vogël krahasuar me faktin, kjo tashmë është një fakt i njohur publik, krahasuar qoftë edhe me dëmin që ne po përmendim lidhur me tunelin e Llogaras. A është e logjikshme që Belinda Balluku të jetë ende në postin, po them nga pozita e SPAK në këtë rast, nga pozita e institucioneve të drejtësisë, me gjithë paragjykimet që mund kemi? A është e logjikshme që të jetë ende në detyrë si ministre dhe zëvendës kryeministre, kur në të shkuarën kemi diskutuar kaq shumë lidhur me atë çfarë përbën rrezikun për zhbërjen e provave e të tjerë? Me standardin që ka vendosur SPAK-u, rasti Berisha, rasti Ametaj, rasti Meta, madje edhe për njerëz që nuk ishin më në detyrë, minimumi duhet kërkonte mbajtjen e pasaportës e maksimumi pezullimi nga detyra. E dyta, a mundet për të flitet më për moral në politikë, po a mundet një kryeministër të mbaj një zëvendëse, pra kjo është ana politike, të marrën e tim, edhe kjo është shumë e rëndë po ta mendosh në një gjendje normale, pavarësisht se ne jemi në gjendje normale. Po do jetë absurde që Balluku të vazhdoj të qëndroj në detyrë qoftë për standardet e SPAK-ut e qoftë për standardet jo të Ramës, po që duhet kishte një kryeministër normal. Dhe një koment të fundit për atë që ti me të drejtë e quan si një çështje tashmë teknike, atë të seancës së sotme ndaj Erion Veliaj, që ai vazhdimisht e ka quajtur në fakt çështjen e tij kryekëput politike, po sot kemi parë ndoshta për herë të parë, edhe sepse dalja e tij e fundit publike ka qenë në shkurt të këtij viti, kur ka adresuar ndaj kryeministrit Rama, është aluduar, jo me emër në këtë rast, po qeverisë u kuptua, Këshillit Bashkiak, dhe ka cilësuar një tradhtish kërkimin dhe arrestimin e tij, është shprehur se persekutimi i tij është një rrëshqitje e demokracisë drejt shtetit të frikës, është ndalur tek ato vendimet e famshme të shpejta të Këshillit Bashkiak, dhe pse kjo është përplasur sot kur janë kujtuar ato vendimet e shpejta që lidheshin me inceneratorët, ka pasur diçka që ka bërë përshtypje në këtë rrëfim, në deklaratën e Veliajt sot? Ajo që mu duk e papërshtatshme, ironike, qesharake, po doni, ishte thirrje që Erion Veliaj ju tha i drejtoi gjykatësve kushtetues, e përmes tyre edhe publikut, që ka ardhur koha që në këtë vend u dashkambrojt demokracia. Pra të vini me të dëgjonim nga Erion Veliaj që në këtë vend duhet mbrojtur demokracia, se demokracia po zhbëhet, gjë që Ramës nuk ja thon fakt, ja thon vetëm kritikët e vet më radikal. Se kritikët e vetë më të butë thonë ka korupcione, ka kështu, po ne prap jetojmë një sistem demokratik. Pra, të dëgjosh nga Veliaj që kemi ardhur në pikën që duhet mbrojtur